Shikues të Off the Record, mirëmbrëma. Për një kohë të gjatë, politika shqiptare ka luajtur brenda një skene të mbyllur, ku rolet shpërndaheshin paraprakisht dhe hyrja në lojë kërkonte ose bindje të plot tek lideri ose një lloj pazari, sa financiar po aq edhe moral. Përzgjedhja e listave të kandidatëve për deputetët ka qenë si një botë më vete, ku çdo emër duket si një kompozim interesash, sipas një kryerregulli të thjeshtë, besnikëria ndaj kryetarit të partisë. Në dukje të parë fushata e fundit ka trazuar disi këtë rend të vjetër ose të paktën kështu na duket deri tani. Në garë, edhe pse në listë të hapur, kanë hyrë disa njerëz që nuk e kanë patur politikën si ambicie, por si sfidë. Artist, gazetar, pedagog, psikolog dhe figura që jemi mësuar të dëgjojmë si zërat arsyes të mendimit të lirë apo atë të kritikës. Sot ata nuk mjaftohen më me të qenit spektator të realitetit, po provojnë të jenë aktor në skenën e madhe ku ndërtohet pushteti. Apo kërkojnë këta njerëz politikën si mjet për të ndryshuar sistemin, apo është politika ajo që i kërkon ata për të ndryshuar fasadën e saj të vjetër? A kemi të bëjmë me një rikonfigurim të sinqert apo thjesht me një iluzion të radhës? Këto do të diskutojmë në pjesën e tretë të emisionit me një panel kandidatash nga forcat kryesore. Gjithashtu në pjesën e dytë do të jemi me sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, zotin Tedi Blushi, si do të thyej meta listën e hapur ambicioze të koalicionit dhe kush është gjendja reale e partisë në terren. Sa kaq fillimisht do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë nga Athina me Bledi Çomon, kandidatin e Partisë Socialiste në qarkun e Koshës, për të folur për takimin e Ramës në Athinë, një vit pasi la pas një kartolinë jo pak të tensionuar në kryeqytetin grek. I nderuar, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që ndodhemi të lidhje të drejtë për drejtë. Nuk ka shumë që ka përfunduar takimi i zotit Rama. Çfarë kishte ky takim ndryshe nga ai një viti më parë? Edhe ky ishte një takim plot entuziazëm, por tashmë prak zgjedhjesh dhe fokusi i takimit ishte i drejtuar aty, por ishte një takim i hapur për të gjithë shqiptarët dhe pati një pjesëmarrje të kënaqshme duke përfaqësuar shqiptarë të të gjitha ngjyrave dhe bindjeve, domethënë të cilët erdhën për të mbështetur zotin Rama në këtë takim. Dhe ishte një pjesëmarrje e jashtëzakonshme, aq sa salla nuk pati mundësi të nxinte të gjithë ata persona të cilët u afruan për të ndjekur këtë aktivitet. Po tek mesazhet çfarë ndryshonte, i nderuar? Çfarë kishte diçka ndryshe tek mesazhet adresuar qytetarëve? Shiko, ky mesazhi kryesor është integrimi në Bashkimin Evropian dhe kërkohet një mbështetje për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën për ta çuar deri në fund të themi misionin për ta antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, një ëndër si e shqiptarëve të cilët banojnë në Shqipëri, po ashtu dhe e shqiptarëve të diasporës. Ky program dhe themi kjo ëndër që me bindjen tonë do të realizohet së shpejti pas marrjes së një mbështetje të jashtëzakonshme në datën 11 maj, në zgjedhjet pra të datës 11 maj, do të sjellë atë që shqiptarët do të jenë të barabartë me gjithë qytetarët evropianë, pra integrimin tonë me drejta të barabartë. Zoti Çomo, ju thatë që kishte aq shumë njerëz sa nuk i zinte më salla, ndërkohë që rrugët e qytetit Pogradecit shpeshherë gjenden bosh. Kush e ka fajin që shumë qytetarë të Pogradecit janë në rrugët e Athinës dhe nuk janë në rrugët e Pogradecit? Më duket se është një informacion i gabuar, pasi Pogradeci është një qytet i cili ruan atë themi trendin e banimit dhe frekuentohet shumë, pra nuk është një qytet i cili gjendet bosh. Patjetër në momentet caktuara. Nuk po flasim për turistët, flasim për rezidencët. Jo, dhe për rezidentet, Pogradeci është një qytet i cili nuk vuan nga shpopullimi, pra është një qytet i mirëbanuar, por gjithsesi, hapja e kufive dhe lëvizja e lirë bën që të gjithë njerëzit të lëvizin dhe të thuash të migrojnë apo emigrojnë atje ku të themi janë më të mira të ardhurat apo dhe vendet e punës për ta. Por Pogradeci ndodhet në një situatë optimale. Sa përputhet programi që ka prezantuar zoti Rama me plagët që ka aktualisht qyteti Pogradecit? Shiko, ky është një program i përgjithshëm kombëtar, i cili synimin kryesor ka integrimin evropian, por dhe për afrimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian, për afrimin e nivelit të pagave, për afrimin e shërbimeve, pra në arkun e 2-3 viteve parashikohet që të rritet paga minimale, paga mesatare dhe paga maksimale, të rriten të ardhurat, të parafrohet legjislacioni tatimor,
do me thënë parashikohet një ndim për biznesin duke u dakordsuar dhe duke duke gjetur një gjuhë të ndërmjetme me biznesin i cili i paguan taksat në fillim dhe pastaj për një periudhë të caktuar nuk kontrollohet. Pra, të gjitha këto ndikojnë në klimën dhe në frymën e rritjes së mirëqenies, e cila do të përkthehet dhe për banorët e Pogradecit. Po ashtu, kemi disa projekte madhore, siç është rruga që është tashti duke u punuar pra nga Elbasani në drejtim të Pogradecit dhe bypassi i Elbasanit. Po ashtu rruga Korç-Saran, pra janë disa akse të cilat synohen në mandatin e ardhshëm. Me shpresën që mos jetë si ajo e Quksit, se po është ajo e Quksit, rrezik do e së vërtetës është një rrugë që ka patur problematika të shumta për shkak se kur ka nisur, pra nisja e saj është bërë pa një studim të mirëfillt. Ndërkohë që tashti është në rrugët aktuale që diskutuam është duke u punuar me ritme të plota dhe punimet aty shihen lirisht, s'është nevojë të bëjmë reklamën. Çomo, sa ndryshon qyteti Pogradecit kur e shikon si qytetar dhe kur e shikon si kandidat për deputet? I një force politike që është në mazhorancë. Unë nuk mund ta ndaj këtë gjë, unë jam një banor i qytetit Pogradecit, jetoj aty dhe e shoh si qytetar i tij. Unë e dua Pogradecin, nuk mund ta shikoj kurrë si kandidat, pavarësisht se jam në këtë pozicion tashti, por unë e quaj veten si një nga ata banorë. Së fundmi, si ja shpjegoni qytetarëve të Pogradecit idenë e pasaportës europiane, pasi ata ëndër kanë llotarinë amerikane dhe jo pasaportën europiane mbase? Kjo është një gjetje e drejtë e juaja, pasi të themi banorët e qarkut qarkut Korçit dhe të Pogradecit kanë qenë të privilegjuar gjithmonë nga llotaria amerikane, i numri i madh i tyre e fitojnë atë, por ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe patjetër që kjo është qasja që ne synojmë dhe ku synojmë të integrohemi. Ndërkohë që dhe të themi dhe lëvizja drejt Amerikës tashmë është thjeshtuar me viza afatgjata, të cilat mundsojnë pra ndërlidhjen e këtyre dy zonave, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çomo, ju falenderoj shumë për mesazhet që ndat. Ju uroj shumë suksese në këtë sfidë elektorale. Ju falenderoj dhe unë për mundësinë që më dha të shprehem nëpërmjet televizionit tuaj. Faleminderit. Nderuar shikues, ndjekim insertin e parë dhe rikthehemi në intervistë me zotin Tedi Blushi, ku kemi shumë për të folur sa i takon fushatës elektorale që sapo nis.